A ndikon stresi në shfaqjen e ekzemave, akneve apo problemeve të tjera dermatologjike? Stresi është armiku më i madh i lëkurës. Në qoftë se ju përjetoni një stres, ajo do të shfaqet menjëherë me një problem të lëkurës tuaj, në qoftë se keni problematika ose sëmundje të lëkurës, ato do të përkeqësohen. Në qoftë se tek adoleshentët, për shembull, stresi që shfaqet për arsye të provimeve ose të angazhimeve të tjera, shpesh herë i përkeqëson aknet. Ndërsa tek persona që kanë stres të vazhdueshëm, lëkura dehidratohet, krijon rrudha më të thella. Stresi mund të jetë stres fizik, por edhe stres psikologjik. Mund të jetë stres psikologjik për arsye të vendit të punës, por nganjëherë edhe për arsye të më të rënda, siç mund të jetë problematikat ose fatkeqësitë që ndodhin në familje, dhe që janë stres akoma dhe me të vërtet stres. Ai duhet përjetuar si stres.